Shkollat nëntëvjeçare Beslidhja Lezhë, Ismail Qemali Shkodër, Bajram Curri Kukës dhe shkolla numër 3 në Laç janë 4 institucionet arsimore që do të përfaqësojnë drejtorinë rajonale të arsimit parauniversitar Lezhë në finalen e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. Ceremonia e shpahdjes së 4 shkollave fituese u organizua përmes një aktiviteti të zhvilluar në Lezhë, ku vlerësua angazhimin e nxënësve dhe mësuesve në këtë veprimtari të rëndësishme për të nxitur përdorimin e saktë të gjuhës shqipe. Ky konkurs tashmë është kthyer në një traditë dhe realisht qëllimi dhe mesazhi që neve duam të përcjellim nëpërmjet këtij konkursi është realisht nxënësit tanë të edukohen me dashurinë për të bukurën, për të lirën dhe për të pastër gjuhën tonë shqipe. Interesimi është gjithmonë në rritje. Të gjitha shkollat e rajonit të Veriut janë përfshirë në këtë konkurs. Kanë spikatur talent të jashtëzakonshëm, realisht, jo vetëm në interpretim, por edhe në prezantimin e projekteve të cilët janë shumë breslëndësi. Është njëra nga mënyrat realisht për të zbuluar, për të motivuar dhe nga ana tjetër për të nxjerrë në pa talentet jo vetëm në fushën e gjuhës, por në të gjitha fushat e jetës. Realisht në shkollat tona ne kemi thesari. Mësuesit tanë kanë një detyrë jashtëzakonisht e rëndësishme. Mjafton thjesht të gërvishin këtë thesari, të zbulojnë dhe t'i promovojnë ato. Pjesë e konkurimit në edicionin e 4 të konkursit të gjuhës shqipe u bën 114 shkolla dhe 670 nxënës nga 10 zyra arsimore të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, e cila ka në varësi qarqet e Shkodrës, Kukësit dhe Lezhës.